Fillimisht në një tigan shtojmë pak gjalp. Presim në zjarr mesatar derisa gjalpi na shkrihet tërësisht. Te gjalpi vazhdojmë shtojmë një qep të prerë në rende. Shtojmë edhe 500 gram mish të bluar. E skuqim mishin në zjarr mesatar për disa minuta derisa na frotohet mirë mishi bashkë me qepën. Mishi është skuqur, tani vazhdojmë brenda që t'i shtojmë erëzat. Në fillim shtojmë krypën, pak piper të kuq. Pasi përzihem mirë, vazhdojmë brenda që shtojmë edhe 50 gram kashkavall të bërë në rinde. Nga nxehtësia e mishit, kashkavalli do të shkrihet shpejt, tani ndaloni zjarrin, vetëm përziheni mirë dhe largoni mbushjen anësh. Mbushja e piteve është gati. Tani vazhdojmë të përgatisim lyerjen e burekut. Tani për lyerjen e burekut, në një enë bëjmë bashkë 2 vezë të plota. Tek vezët do të shtojmë 250 ml me qumësht, si dhe 80 ml me vaj. Pak kryp sipas shijeve. Përzihemi mirë tani derisa gjitha produktet që i kemi shtuar brenda na lidhen dhe të na bëhen bashkë. Tani marrim një tigan dhe e lyem shumë pak me vaj. Që thash në fillim të videos, po përgatisim byrek në tigan. Tani vazhdojmë dhe shtojmë petët e gatshme. Unë po përdor petë të gatshme të tilla. Nëse nuk mund të gjeni si këto, lirisht mund t'i përdorni edhe petat nga e cila përgatisim baklava ose pite të shpejta. Tani vazhdojmë që brenda ta lyem pak me lyerja që e bëm gati. Vazhdojmë rendisim edhe një petë tjetër. Mos harroni që t'i shtoni nga salca në secilën pjesë që do ta lyeni. Tani pasi shtrojmë 2 petë, vazhdojmë që ta mbushim me mbushjen që e kemi përgatitur me mish dhe kashkavall. Mund t'i shtoni brenda mbushjen sipas dëshirës së juaj, por mua më së shumti më pëlqen mbushja me mish. Vazhdojmë tani rendisim edhe 2 petë tjera vetëm. Mos harroni të shtoni nga lyerja. Tani pjesët anësore i rrotulloni për brenda duke siguruar në këtë mënyrë burekun. Dhe syper përsëri shtojmë nga lyerja që na ka mbetë. Shtojmë që sipër ta mbulojmë piten me kapak. Vazhdojmë tani që ta skuqim. Siç u thash, pjekja e këtij bureku bëhet në tigan. Zjarrin mbane në mesatare, pra mos e shloni shumë dhe pritni diku për 7 deri në 8 minuta nga njëra anë, derisa të sigurohemi që është skuqur nga njëra anë, nuk i rrotullojmë burekun. Pas diku 5 deri në 7 minuta është koha kur duhet që ta rrotullojmë piten. Që du të me këthi. O, heki. Qa të dreqe, Ka ndreqe taj. Dhe tani e rikthejmë përsëri. Byrekun në tigan dhe vazhdojmë me pjekim edhe 7 minuta tjera. Byreku është gati. Në më pak se 10 minuta, një super recetë cilën mund ta shijoni bashkë me gjithë familjen. Shpresoj që ta provoni edhe ju dhe ta shijoni. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.